Ndihma e paaftësisë nuk është marrë nga personat me aftësi të kufizuar prej disa muajve. Kriza ekonomike ka dhënë ndikime edhe në këtë kategori, madje ata e quajnë luks, që në vitin e ri të ketë rritje apo përfitime shtesë të kësaj kategorie. Situata ka qenë ndryshme në vend. Vonisat në disa qytete janë disa ditë, ndërsa në qytete të tjera situata e mosmarrjes së ndihmës së paaftësisë është e tillë prej muajsh. Personat me aftësi të kufizuar kanë kërkuar shpjegim në zyrat e pushtetit vendor dhe përgjigjja në këtë rast është se shërbimi social shtetëror nuk ka lëvruar fondin për ta. Është e drejtë për çdo njeri të drejtën për të jetuar ose më saktë të drejtën për të mbijetuar, që do të thotë pushtetarët tonë duke pas ekonominë e tyre në maksimum, ne thjesht po kërkojmë ato lekë të cilat ne na takojnë dhe paraplegjikët në gjithë Shqipërinë, që nga veriu dhe deri në jug nuk marrin ndihmën e paaftësisë, me shumë pretekste të ndryshme. Se ku qëndron problemi, le ta zgjidh ministria, le ta zgjidh pushteti qendror dhe ai vendor. Unë do të thoja dy raste. Një është në Borsh, një person me aftësi të kufizuar para tetraplegjik ka 3 muaj që nuk merr pagesën e paaftësisë, si dhe në Tiranë që unë jam rast konkret, njësia bashkiake numër 7, muajin që kaloi na dha mangësi në pagesë, kurse për këtë muaj nuk dha fare pagesë për paaftësinë. Thirrja e tyre shkon për kryeministrin Berisha dhe kjo ju për të kërkuar mëshirë, por zbatimin e ligjit për të lëvruar fondet për këtë kategori. Në mes të dhjetorit është paralajmëruar një mbledhje nga përfaqësia e personave me aftësi të kufizuar për të vendosur mbi rrugët që mund të ndiqen në rast se nuk përfitojnë ndihmën e paaftësisë.